Pak metra larg qendrës së qytetit të Shkodrës në mes të ditës, 4 persona kanë tentuar të grabisin banesën e biznesmenit Sabar Ashketa në afërsi të konviktit të Universitetit Luigi Kurakuqi. Grabitësit janë zbuluar nga një fqinje e biznesmenit, ndërsa menjëherë ajo ka njoftuar policin. Në pak minuta në vendngjarje mbritën efektiv të policisë së Shkodrës, si dhe të forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Të atë fundit rrethuan pallatin, në cilin dyshohej se ndodheshin grabitësit, që kishin tentuar të hynin në banesën e tregtarit të shumicës Rashketa. Për rreth 30 minuta policia ka mbajtur të rrethuar banesën, por pa mundur të arrestojë grabitësit. Sipas burimeve të policisë, ata kanë mundur të largohen përpara se të mrinte policia, pasi mendohet se kishin kuptuar që ishin zbuluar. Për këtë shkak ata janë larguar pa mundur të hynin në banesën që kishin planifikuar të grabisnin. Ndërkohë policia ka shoqëruar një person në cilësinë e të dyshuarit si bashkëpunëtor i grabitësve, ndërsa po punohet për identifikimin e të dyshuarve. Sipas banorëve të zonës, janë dëgjuar edhe të shtëna që dyshohet se kanë qenë shenjë paralajmërimi nga policia. Biznesmeni Sabar Ashketa, personi të cilit u tentua t'i grabitej banesa në Shkodër, është i njohur si tregtar i një pike shumice në qendër të qytetit.